Po, ashtu si shkoj loja, në thëmë rezultati më i drejtë ishte barazimi. Ne normalisht që kishim hallet tona në këtë ndeshje, ishim 6 lojtarë mangët, edhe freskia fizike dhe djemët unë një shumë, edhe kjo ishte arsyeja që ne nuk ishim në nivelin e ndeshjeve tjera. Gjithsesi, ndeshje e mirë, deri diku, pikët janë ata që vlen këto momente, sepse normalisht nuk mundesh me luajtur me të njëjtin ritëm gjithmonë, do kesh oscilacione gjatë kampionatit, por e rëndësishme për ne ishte që të merrshim pikë sot. Se arritëm, kjo është futbolli. Ndeshja e radhës me Ignatin? Ndeshja e radhës është e vështirë njësoj si kjo ndeshje këtu. Unë disha që përpara që Vlora do të bëhet gjithçka për me fitu ndeshjen. Normalisht mas shënimit golit, vjen keq kishte shumë topa në fush, lojë efektive shumë pak, 5-6 topa nuk e përliq emri i madh i flamurtarit këtë lloj loje, megjithatë i uroj sukses flamurtarit.